Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës i ka dërguar sërish një mesazh të fortë sot kastës politike shqiptare. Ndryshe nga zgjedhjet e kaluara, në zgjedhjet e 2025-s, SBA qëndroi larg procesit të hartimit të listave të kandidatëve dhe Rama me Berishën nuk u kufizuan të fusnin në parlament. Persona me rekorde të zeza, sot e ngarkuara me punën e SBA-s, ka zhvilluar një takim me një grup prej deputetëve që janë ulur për herë të parë në parlament. Bëhet fjalë për 10 deri në 12 figura nga radhët e PS dhe PD. Mes tyre bie në sy emra si Ivi Kaso, Besart Xhaferi, Bledi Himçi, Mariana Koçeku, Alma Selmani, Eriona Ismaili e të tjerë. Këtë javë ngarkuara me punë Nancy Van Horn u takua me deputetët e rinj nga Partia Socialiste dhe Partia Demokratike për t'i përgëzuar ata teksa nisnin programin ndërkombëtar të vizitorëve udhëheqës. Ata do të udhëtojnë së bashku në Washington DC, Phoenix, Arizona, Florida për të forcuar bashkëpunimin SBA-Shqipëri mbi prioritetet të përbashkëta, si nxitja e lidhjeve tregtare, çuarja përpara e zhvillimit ekonomik transparent dhe mbrojtja e infrastrukturës kritike përmes përpjekjeve ndërpartiake. Njoftoi ambasada, por bie në sy se disa figura, edhe pse janë deputet të rinj, janë lënë jashtë nga ambasada e SBA-s. Nga PS bie në sy mungesa e dy figurave, Sara Mila dhe Zegjine Çaushi. Sara Mila është akuzuar nga PD se është ndihmuar nga krimi për të marrë vota, ndërsa Zegjineja është bërë gazi i botës me videot për bardhin, për të mos folur pastaj për Tërmet Peçin apo Agron Malajn, ku nuk kanë fund skandalet e tyre. Peçi ka shumë afera, ndërsa Malaj është shefi i grupit të zjarrit më 21 janar. Nëse kalojmë tek PD, kemi Gjin Gjonin, i cili nga gjyqtar dhe i futur në listën e zezë nga amerikanët, u riciklua dhe u bë deputet. Ai dihet që ka pasur përplasje me SBA-n, sidomos për pjesën e duty free në aeroportin e Rinasit, ku pati një betejë gjyqësore. Po ashtu ai është ndër gjyqtarët që u shmang vettingut dhe që ka pasuri sheikësh. Emër tjetër i lënë jashtë është Kliti Hoti, i cili po ashtu është akuzuar për shumë afera me ilaçet. Zia Ismaili po ashtu është jashtë. Ai është mjeku që firmosi aksidentin e Kosta Trebickës, sot deputeti i Sali Berishës. Pra ambasada e SBA-s është treguar shumë e kujdesshme në emrat që ka zgjedhur, pasi ka futur vetëm ata deputet që rezultojnë të pastër dhe nuk janë përfolur publikisht.